Mirë, Basha? Shiko, çështja e mandatit, me thënë të drejtën, zonja Koçeku duhet të dilte dhe të bënte një sqarim të plot mbi gjithçka që ajo ka diskutuar brenda Partisë Socialiste, nëse ka diskutuar, sepse të dalësh në një përfundim kaq ekstrem, pa ngritur zërin dhe pa ngritur shqetësime dhe pa rrafur mendime dhe pa patur ballafaqime, kjo është pikpyetje e madhe. Po, në status thot ka 10 muaj që unë jam privuar nga kufit. Po pra, status më të shkurtër. Nuk është vetëm protesta e islamistëve. Status më të shkurtër me përgjegjësi më të madhe në jetë time s'kisha pa ndonjëherë. Vetëm do të lexosh në status më të shkurtër me një përgjegjësi më të madhe, domethënë nuk e di. Vetëm të kisha thënë u largova. Do ishte më i shkurtër, po më shkurtër nuk kam. Domethënë të kesh kaq përgjegjësi. Ishte vetë si Rufen Qellhapur, apo jo? Apo se keni pritur kështu? Po jo, po tani me 6 qershor ishte me Ramën dhe nuk pati asnjë me në komunikim publik atje kur u bë festa e Partisë Socialiste, me komplimenta e tjera çdo gjë në rregull. Kur u bë thethi, tha tashmë është liruar dhe thethin, që i hoqim ato ndërtimet pa leje. Gjatë gjithë kohës nuk ka ngritur asnjë lloj shqetësimi dhe nuk ka patur asnjë lloj pretendimi. Një njeri kaq i revoltuar, nuk ka unë për vete nuk e bëj. Unë kur kam patur ato për të thënë, i kam thënë, vrejtjet i them, problemet i them, edhe të mirat kur është për të thënë i them. Por të kesh këtë revolt kaq të madhe, pra ose duhet ndahesh një herë mirë. Do të ndahesh. Duhet ndahesh një herë mirë, edhe i thua. Këto janë problematikat, nuk kam patur mundësi t'i them sepse kam pas të, po e lë dhe mandatin tuaj dhe kur të vi koha që të përballemi, projidesi duhet lënë edhe mandati, jo vetëm ose duhet kishte bërë, unë jam me këtë, nëse ajo do kishte bërë një mbrojtje të gjithë ideve që ka, gjatë gjithë kohës që ka qenë, apo në ato moment kur e ka menduar që forca që përfaqëson nuk po bën ato që kjo mendon dhe është më e mira për vendin e saj, do kishte dalë me tezat e saj hap pas hapi, atëherë mund të them që kjo i ngriti shqetësimet, ja ta mbaroj, sepse është shumë delikate, sepse mandati fundja është personal, ndërkohë që ti e ke marrë lista mbyllur, socialistët nuk e dinë. Mandati është i popullit. Po ti ishte listë hapur. Jo, mandati është i popullit. Me këtë lloj formule është shumë problem. Ja pyetje Kreshnikun për mandatin se va shpjegon shumë mirë se është. Kreshniku e tha, ajo do rrogën është në rregull. Vetëm një sqarim. Edhe unë deri diku kemi dy standarde. A duhet ta marrë mandatin Neo Malsoria me vete apo duke qenë në listën pikërisht dëgjoj. Absolutisht në mënyrë kategorike mandati është populli ja ka dhënë Mariana Koçekut. Mariana Koçeku ka kush e vendosi? Kush e vendosi? Po. Se ka detyruar kush Edi Ramën ta vendosë. E ka zgjedhur për t'i marrë kredencialet politike, aksionet politike që ajo. Pra deputetët nuk i zgjidh ka Partisë nga populli tani. A e mbani mend grupin e kërparatës Partisë Demokratike që përfundoi në parlament, edhe miratun ligjet e ndryshime kushtetuese që kanë bërë gropën e Shqipërisë, apo ishin interes PS ata? Rrini tani. Tani ka dy probleme. Ku dallon të qenurit? Ku dallon të qenurit? Qenj i rritur në tufën e deleve të Partisë Socialiste dhe i ardhur nga jashtë tufës. Mariana është e ardhur jashtë tufës. Ka marrë dhe kecat. A ju mbani mend çfarë qëndrimi të rrept ka bërë Spiro Pali në raport me problemin që pat kur u shkarku si ministre? Po. Statuset kanë qenë shumë gjata, shumë argumentuese dhe shumë më të forta kundra Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Spiro Pali ishte në parlament sot i bëri votat. Po pra, sot shkruaj votoj pra. Prit pra. Kjo ndryshimi i rritur në tufë, atje ku vetëm zbatohen urdhra partie dhe një person që është i lirë, demokrat në shpirt që vjen nga jashtë tufës dhe din edhe të dale sepse nuk pranon të vihet në rresht. Në grupin parlamentar të Partisë Socialiste nuk ja dhanë drejta të flasë kërkush jashtë ideve të njëshit. Iko ajo punë. Ermal? Nuk ndaj të janë me zotin Brenqi. E para punës, Partia Socialiste nuk është tufë. Partia Socialiste është një strukturë shumë e organizume, mirë organizume. Deputetet janë tufë, jo partia. Edhe deputetet edhe partia që hynë zgjedhje, marrin mandate, biles që dalin marrin mandate edhe për Elisa Spiro Pali the ka thonë 1000 gjëra dhe se janë në limite, kam 1 minutë në fundit të gjithë. Po si rritën tufë pra? Është fitare pra. Ka patur një këndvështrim. Mandati në listë të mbyllur, siç e ka vendosur. Të lutem, Alesia Prenqi, mandati i vendosur në listë të mbyllur